Mallkimi që askush nuk guxon ta prekën periferit të qytetit të Shkodrës, fshihet një gur që nuk është thjesht një shkëmb i zakonshëm. Ai quhet Guri i Zi. Për shumë, është thjesht një copë guri. Por për banorët e zonës është një gur mallkimi, një vend ku errësira ka zënë vend prej shekujsh. Legjenda thot se ky gur është hedhur nga vetë djalli, i zemëruar që nuk mundi ta shkatëronte qytetin e lashtë të Shkodrës. Ai e goditi tokën me forcë, por në vend që të sillte shkatërim, la pas këtë gur të zi, të errët dhe të rëndë si mëkati. Por kjo është vetëm fillimi. Në një pjesë të gurit ka një njollë e zezë, e lagësht dhe me aromë të rëndë, që nuk thahet kurrë, as në vapën e korrikut, as në acarin e janarit. Plakët e zonës tregojnë se ajo njollë është vendi ku u flijua një vajzë për të ndalur një mallkim të lashtë mbi fshatin aty pranë. Thuhet se që nga ajo ditë, asgjë s'ka qenë më normale në atë vend. Në vitet 60, një grua që jetonte aty afër u zhduk pa lënë gjurmë. Doli të mblidhte dru dhe nuk u kthye më. Policia kërkoi për ditë me qenë, me njerëz, me drita. Asnjë gjurmë. Vetëm një shall i bardhë i saj u gjet varur në degën e një peme përballë gurit si një paralajmërim. Fëmijët që luanin pranë gurit tregonin se shihnin një hije të madhe që lëvizte pas gurit, gjithmonë në heshtje, gjithmonë në perëndim. Prindërit e lagjes ndaluan lojën aty. Sot, asnjë fëmijë nuk guxon të shkojë, dhe çfarë është më rrëqetëse, në net të caktuara dëgjohen fishkëllima dhe zëra të çuditshëm, si përshpërima nga toka. Disa thonë se guri thith energjinë e njerëzve që i afrohen. Të tjerë ndihen të sëmurë menjëherë pas vizitës. Guri i Zi është aty. Nuk flet. Nuk lëviz. Por diçka fshihet brenda tij. A është ky gur një copë historie? Një objekt i mallkuar? Apo një derë drejt diçkaje që s'mund ta shohim me sy? A do të kishe guximin t'i afrohesh vetë pas mesnate?